pas do shta 4 ose 5 muaj, që ka qenë takimi i fundit që e kam bajtë online, uh, tash rikthehemi përsëri me këtë dhe do e bëjmë pak më shpesh këtë pjesën e online meetupsave, me i zgjedh tema të ndryshme edhe me zgjedh të ftuar të ndryshëm. Ky meetup ka qëllimin më shumë për pjesën e marketingut, e që si lëmi të marketingut edhe si pjesë janë SEO-ja edhe rrjetet sociale, social media, se marketingu është shumë i gjerë, kështu që këtë lloj pjese ka një keq kuptim shumë të madh se njerëzit që thuajnë punoj si digital marketing automatikisht e gjojnë vetëm në rrjetet sociale. Kështu që kjo është një gabim shumë i madh. Rrjetet sociale janë vetëm një pjesë, një deg e digital marketingut. Një ashtu është edhe SEO-ja një deg e digital marketingut. Kështu që digital marketingu ka shumë lëmi. Andaj këtë takim që kina bërë sonte, do i diskutojmë edhe këto gjëra. Tema që do diskutoj unë është e kam përzgjedh si me kur kena një klient me SEO, si me e bë, domethënë on board, si me diskutu me klientin për herë të parë se çfarë t'i kërkojmë, çfarë mos t'i kërkojmë, çfarë t'na jap ai që ne ta bëjmë punën sa më mirë edhe çfarë duhet me pas kujdes edhe si me punu online si freelance. Zakonisht ajo që punoj unë është më shumë punoj si freelance e ta shkon në fund punoj edhe si white label agency, agencinë time që jam i specifikum vetëm për SEO edhe për WordPress. Bashkë me mu është Rej Seferi, një social media manager, një ekspert i rrjeteve sociale, është prej Tirane, është nga Shqipëria. Unë zakonisht kam shumë shoqëri nga Shqipëria, kam shumë rreth, si dhe nga Shqipëria, si dhe nga Kosova, por edhe në gjithë vendet ku ka, domethënë, shqiptar, kështu që rrethin e kam shumë gjerë, kam bashkëpunime me shumë njerëz, edhe kjo na bën që ne ta ndihmojmë njëri tjetrin. Rej bashkë me mu sonte do na flasë për rrjetet sociale, të rejat e fundit, cilat janë pjesët që do t'i kena parasysh, çfarë do të largojmë, ku do të fokusohemi në rrjetet sociale dhe gjëra tjera që i ka përgatit vetë Rej. Pastaj, pas kësaj pjese, do kena pyetje përgjigje, që ne do diskutojmë me njëri tjetrin, edhe ju do bëni pyetje nëse ka diçka rreth SEO-s edhe rreth rrjeteve sociale. Pastaj, kush dëshiron për juve, mund të prezantoheni edhe ta shfaqni ndonjë ide, ndonjë lloj biznesi që keni ose ndonjë ide që dëshironi të nisni, mirë po keni ngecje ose si të vazhdoni tuqe, kështu që është një diskutim i hapur, mos keni ndrojtje, domethënë lirisht mund bëni sa do lloj pyetje e kështu me radhë. Unë pa mos humbë kohë edhe pa mos se zgjat shumë, do e prezantoj Rej, edhe Rej do na flasë për veten e tij, çka punon, edhe pastaj do nisem me prezantimin e tij në rrjetet sociale, pastaj do bëj edhe unë një prezantim për SEO, edhe pastaj do e bëjmë një diskutim të përbashkët bashkë edhe me juve edhe me ridiskutu. Andaj, Rej, e ke fjalën. Përshëndetje të gjithëve, dëgjohem? Po, ekstra je. Okej, përshëndetje. Unë jam Rej Seferi, social media manager ose menaxher i rrjeteve sociale dhe kam eksperiencë në marketing. Ja një moment, lutem. Patjetër. Tash unë do të pranoj ta bësh share. Unë do e Po, ndal të share-in tim. Një sekond, okej, super. Bëj edhe një herë provoje, Rej, nëse mundesh. atëherë një moment. Okej? Po, tash jena në rregull, Rej. Po.
Atëherë sot do të flas për social media marketing në 2026-ën. A duket prezantimi apo jo? Po, lirisht mund vazhdosh. Po. Atëherë unë jam Rej Seferi, social media manager dhe content creator me 7 vite eksperiencë dhe kam punuar me klientë të ndryshëm, do të thonë mbi 30 klientë. Specializimi im është menaxhimi i rrjeteve sociale dhe krijimi i kontentit. Këto janë disa nga rezultatet, domethënë që kam punuar me biznese ndryshme, me brende ndryshme dhe kryesisht domethënë jam fokusuar tek krijimi i kontentit organik. Pra janë rezultate në Instagram dhe në TikTok. Sot më shumë dua të filloj me lidhjen që ka SEO dhe social media marketing, domethënë, qofse do e prezantonim SEO si që sjell trafikun, ndërsa social media që sjell vëmendjen dhe ndërton besimin, domethënë. Dhe së bashku janë si një autoritet dhe që sjell shitje. Atëherë, sot do të filloj me trendet që janë domethënë në vitin 2026, ku do të fokusohemi pak a shumë dhe strategjitë që duhet ndjekim. Trendi i parë është social media po bëhet si search engine. Pra, siç e dinë domethënë kohët e fundit, gjithë njerëzit futen një herë në Instagram dhe TikTok për të bërë kërkime për produkte ndryshme, për shërbime ndryshme dhe pastaj futen edhe në Google domethënë për t'i parë më detajisht se si janë. Pikat kryesore ku do të fokusohem janë përdorimi i keywordsave në captions. Përgjithsisht bizneset që edhe brendet që krijojnë content në 2026 duhet të fokusohen më shumë tek pjesa e vendosjes së keywordsave ose fjalëve kyçe tek captions dhe tek bio. Gjithashtu do të fokusohemi tek titujt që janë shumë të kërkueshëm në industrinë specifike të secilit biznes. Vazhdojmë dhe me alt text dhe hashtag strategjik. Siç e dim, social media marketing në 2026 ka disa trende që fillojnë që nga përdorimi i Instagramit dhe TikTokut si mjet kërkimi për produkte të ndryshme, siç e përmenda edhe më herët. Vazhdojmë me videot që janë akoma në trend, pra janë ato kryesore që gjenerojnë engagement, se sa formatet që janë statike, që janë single post domethënë. Dhe brendet tashmë do të jenë ato brendet personale që do të kenë konvertimin më shumë se sa bizneset vetë. Trendi i dytë është dominon akoma videot short form. Pra janë Reelsat dhe TikToku, domethënë që janë ato që gjenerojnë më shumë shikime dhe më shumë followers. Në 2026 nuk fiton video me më shumë views, por ajo që ndiqet deri në fund. Pra është kjo retention që i themi në social media, që tashmë nuk ka rëndësi që video dhe postimet kenë shumë views, por që të kenë atë retention të lartë. Pra koha që qëndrojmë në postim duhet të jetë më e lartë. Kjo është ajo që favorizon algoritmi. I rëndësishëm është dhe hooku, që në 3 sekondat e para në video duhet të jetë shumë i rëndësishëm që ta kapim vëmendjen e audiencës. Gjithashtu tek video duhet të jetë dhe pjesa e storytelling, ku bizneset apo personal brands duhet të fokusohen më shumë tek tregimi i historive dhe jo thjesht prezantimi i një produkti të caktuar. Vazhdojmë tek trendi i tretë që është personal brandi, do të jetë më i fortë se sa kompania. Tashmë nuk janë ato faqet e kompanive ose accountet e kompanive që do të jenë fokusi kryesor, por personal brandet. Pra, ideja është që njerëzit besojnë njerëzit. Pra, njerëzit duan të shikojnë vetë pronarët e bizneseve apo vetë personal brandet që të dalin në pa. Pra, SEO duhet jenë online dhe është shumë i rëndësishëm që brandet të kenë një imazh. Për shembull, tregoj një shembull nga eksperienca ime me klientët që kam punuar, më përpara për shembull nuk përdornin pjesën e face to camera, pra një person real që prezantonte produktin, por vetëm video të thjeshta me produkte. Kjo është shumë e rëndësishme sepse rrit angazhimin dhe rrit retention. Trendi i katërt është që komuniteti është më i rëndësishëm se sa të kesh shumë followers.
Brandet që rriten shpejt kanë ndjekës besnik, pra janë ndjekës që janë gati të blejnë në çdo moment. Tashmë është shumë i rëndësishëm që të jetë angazhimi i lartë nga këto klientë besnik dhe jo numri i lartë i ndjekësve. Dhe gjithashtu duhet të fokusohemi tek përmirësimi i DM-ve ose direct messages. Pra bizneset, pra mund ta shikojmë kështu që social media është shumë i rëndësishëm për të sjellë vëmendje tek brandet, por mënyra se si brandet i trajtojnë klientët në direct messages ka shumë rëndësi, sepse kjo është ajo që finalizon shitjen. Për shembull, do të marr një shembull tjetër konkret që 5.000 followers aktiv të një account janë shumë më të mirë se sa 50.000 që janë pasiv. Për shembull, nga eksperienca ime, shoh që shumë pronar biznesesh kanë atë idenë që duhet të kesh shumë followers për të pasur shumë shitje. Kjo është një tabu, domethënë që është thyer kohët e fundit, sepse ideja është më mirë është të kesh pak followers, por ti kesh si klient besnik se sa shumë followers, por mos të gjenerosh shitje. Trendi 5 është inteligjenca artificiale ose AI, që është akoma në rritje. Pra është ajo që duhet ta ndihmoj krijimin e kontentit dhe jo ta zëvendësoj atë. Si mund ta përdorim? Për shembull, shumë njerëz përdorin ChatGPT-n. Ideja është ta përdorim për ta inkorporuar për të ndihmuar në krijimin e kontentit, jo për të krijuar gjithçka me AI. Për shembull, kur krijojmë captions ose kur krijojmë skripte për video, ideja është që bazën për shembull mund ta merrni nga ChatGPT-ja, por jo ta merrni copy paste. Duhet të jetë diçka që duhet të ndihmojë. Mund ta përdorim për ide për hooks, për skripte, për optimizim për shkrimesh, për analizën e audiencës, domethënë të kontentit të audiencës dhe për planifikim kontenti. Kjo është shumë e rëndësishme për social media managers, sepse ndihmon, domethënë e lehtëson punën. Atëherë, këto ishin për sa i përket trendeve. Ajo që dua të trajtoj tani është pjesa e strategjisë, domethënë se çfarë duhet ndjekim në vitin 2026, është që duhet të japim përparësi strategjisë dhe jo viralitetit. Nuk duhet të fiksohemi ose të kemi mendin vetëm që të bëhemi viral, por që të ndërtojmë një strategji të caktuar për të tërhequr klientët dhe për të gjeneruar shitje. Atëherë e kam trajtuar në 5 hapa. E para është pozicionimi i qartë i biznesit. Pra, biznesi duhet të di se çfarë tregu ka, domethënë, dhe ku duhet të pozicionohet. E dyta është duhet përdorim 3 deri në 4 shtylla kontenti. Çfarë quajmë shtylla kontenti në social media marketing? Mund të quajmë për shembull kontentin që është informues, që është edukues, edhe argëtues për shembull. Marketingu me video është shumë i rëndësishëm, është një gjë që duhet ta bëjnë të gjitha bizneset dhe të gjitha brandet, dhe jo akoma vetëm ato postimet që janë foto. E katërta është pjesa që duhet bëjmë pjesën e reklamave me pagesë, që është shumë e rëndësishme, që përveç kontentit që është organik, që duhet krijohet gjithmonë, kjo është, domethënë duhet ta shikojmë kështu që duhet krijojmë sa më shumë kontent organik, dhe këto që performojnë më mirë nga kontenti organik, ne t'i bëjmë boost me pjesën e metës, domethënë me reklamat me pagesë. Sepse ato janë që gjenerojnë më shumë klientë dhe gjenerojnë më shumë shitje. Dhe e pesta është që gjithashtu duhet bashkëpunojmë edhe me influencers të ndryshëm, por e rëndësishme është që këta influencers ose UGC creators të jenë të ngjashëm me industrinë që kemi. Pra duhet të kenë një audiencë që i ndjek gjithmonë. Gabimet që duhet të shmangim në 2026 është që nuk duhet të postojmë rastësisht, por me klientin ideal në mendje. Nuk duhet të krijojmë postime që janë pa strategji, nuk duhet të kemi fokusin vetëm tek rritja e views, por siç thash tek klienti ideal, si mund ta tërheqim atë dhe duhet t'i tregojmë se çfarë bën biznesi ynë dhe si mund ta ndihmojmë atë. Pra gjithmonë duhet kemi në mendje klientin ton ideal. Dhe gjithashtu mos analizimi i insightsave. Pra duhet shikojmë tek postimet që krijojmë ose tek videot se çfarë performon më mirë, ato duhet ta bëjmë recycle, siç e themi në social media, që ta rikryejmë edhe një herë, por me formate të ndryshme. Pra bëjmë dhe një përmbledhje. Social media është po bëhet si një search engine, video dominon akoma, pra duhet fokusohemi më shumë te krijimi i videove,
personal brandi është një aset, pra duhet fokusohemi tek ndërtimi i një personal brandi. Komuniteti është shumë i rëndësishëm, më shumë i rëndësishëm se sa rritja e ndjekësve, por duhet të krijojmë ato që thash që janë klientët ideal, që janë gati të blejnë gjithmonë tek ne, dhe strategjia, fokusi te strategjia që fiton gjithmonë. Faleminderit. Shumë faleminderit Rej, ishte një përmbledhje jashtëzakonisht e mirë edhe e qellueshme. Para tash nuk e di a ka dikush ndonjë pyetje për Rejn. Unë i kam një dy, kështu që nëse ka dikush ndonjë pyetje para meje, lirisht mund ta pyesni Rejn, nëse keni diçka. Okej, derisa dikush të mendone, unë Rejt kisha pyet diçka tash. Ë, jemi të jetu në një kohë kur kemi shumë rrjete sociale, që shumica prej tyre zakonisht e ka fokusin në industri ose qëllime të njëjta. Mirë po, audiencën e kanë të ndryshme. Për shembull, dikush, për shembull, rrjetet sociale si Instagrami që ka Reels, edhe si TikToku, ta shkon në fundit, normal e ka marrë edhe Facebooku pak, edhe pak YouTube-i e kanë mbull atë pjesën e videos të jetë për short u video. Tash për biznesin ton që jemi në fokusum në teknologji edhe në pjesën e më shumë digital marketing ose me programim ose website, çka ka lidhje domethënë komplet me teknologjinë, cili mendon se është rrjeti social ose cilat janë rrjetet sociale më të mira që ne domethënë ta shfaqim vetveten e që mund gjejmë klienta, domethënë klienta të saktë, jo atë që nuk na duan neve followers, na duan eksakt Po, klienta që përmendet tek slajdi, domethënë. Ti mund t'i kesh 5.000 më të mirë se sa 50.000. Kështu që po. cilat mendon që ne duhet të fokusohemi më shumë. Atëherë, mendoj se dy rrjetet sociale që janë më të rëndësishme, domethënë nga ana e profesionistave që duhet të përdoren më shumë, janë LinkedIn dhe Instagrami. Për sa i përket LinkedIn, domethënë, është një content që është si më serioz, si më thënë, më profesional, është që duhet të tregojmë pjesën e bashkëpunimit me biznese të ndryshme që kemi, edhe pjesën e storytelling, që duhet përdorim domethënë eksperiencën, duhet tregojmë eksperiencën tonë, edhe pjesë nga puna jonë, domethënë pjesën e shërbimeve e tjerë. Ndërsa pjesa e Instagramit është që duhet të krijosh më shumë pjesën e personal branding, pra që njerëzit të të njohin më shumë dhe duhet sa më shumë video dhe në formate të ndryshme, si më thënë. Kjo është ajo që duhet të fokusohemi më shumë. Pa. E tash, kur vjen puna tek videot, a kanë rëndësi më shumë pjesa se çfarë flet, apo pjesa e editimit, se shokon e fundit, për shembull ka Po, disa kompani ose disa influencera, beso që aq shumë atraktive e bëjnë video me animacione, me gjëra, po, me kështu zëra mbrapa visa që kontenti brenda ai thjesht top 3 faqet më të mira për digital marketing. po, Ato nuk kanë diçka shumë special, mirë po, po. mënyra se si e bën videon e bën aq atraktive, sa që ti pa qëtër e ketë ndarje që do ta shikosh. Po, kjo është një pikë, domethënë që ha diskutim, sepse ke për shembull profesionista që kanë këto videot profesionale, po që nuk kanë content mirë nga pjesa e storytelling, nga pjesa e tregimit të eksperiencave e tjera, dhe ke tjerë që kanë një editim shumë minimal, por që kanë content, domethënë që e mbajnë audiencën gjithkohës të lidhur. Mendoj që duhet të jetë një mix i të dyave. Edhe pjesa e videos, domethënë duhet të jetë kualitative dhe editimi, por që nuk është se, domethënë në 2026 nuk ka aq shumë rëndësi pjesa e editimit shumë profesional, siç e bën njerëzit. Por më shumë rëndësi ka mesazhi, si më thon, çfarë themi në video. Kjo është ajo që ka më shumë rëndësi. Po, unë tash kohën e fundit, to që më di, zakonisht kur i bëj videot, domethënë i bëj thjesht ashtu siç i bëj dhe i postoj. Po, Nuk di të bëj editim. Edhe pse ka faqe të ndryshme, programe të ndryshme që bëjnë editime, e që domethënë disa janë edhe me pagesë, e ta po, lehtësojmë punën, mirë po, ndonjëherë nuk është që fokusohem shumë te kjo pjesa editimit, sa kam qef të jem, domethënë ashtu real edhe të po, jemi pastër, domethënë ku ta, domethënë mos ja tërheke
vëmendjen ato animacione se sa ta kuptoni atë që unë e shpjegoj ose që unë Po, e ajo shfaqsoj. Po, është ideja. Unë po, shpesh për shembull i them njerëzve ose bizneseve që krijimi i kontentit mund të fillohet vetëm me një telefon dhe një mikrofon, se për mua shumë e rëndësishme është dhe pjesa e audios në video. Një mikrofon dhe një telefon mjafton, edhe një dritë e mirë, një dritë natyrale ose nga këto që janë domethënë që mund të merren. Kjo është ajo që ka rëndësi. Rëndësi ka të fillosh dhe rëndësi ka konsistenca, domethënë. Qofse je profesionist, ose je një biznes, ose një pronar biznesi, duhet të fillosh të krijosh video. Dhe rëndësishme është të fillosh me pak, një video në javë, dy video, tre video, por rëndësi ka që audienca të shohë gjithmonë, domethënë të jesh në mendjen e audiencës gjithmonë, në mënyrë konstante. fiks. Kjo është Okej, ide. okej, super Rej. Ka dikush ndonjë pyetje tjetër për Rejn? Doja të shtoja edhe diçka nëse më lejon. Po, patjetër. Për ndjekësit që na ndjekin tani domethënë, kam një ata që duan që t'i bëj një analizë, domethënë një audit, mund të shkruajnë në Instagramin tim që e kam vendosur këtu audit dhe do t'i bëj një analizë falas nga ana ime, domethënë nëse kanë një biznes ose një personal brand, edhe në mënyrë që të shikojmë pak a shumë domethënë ku do të përmirësohen ose çfarë kanë nevojë të shtojnë te pjesa e social medias. Respekt e Rej. E vlerësoj shumë këtë pjesë, për edhe gjitha vlerësojnë këtë Po, pjesë, kështu që kjo është një prej pikave kryesore që fillim duke ju ndihmu qerve, kështu që po, gjithërisht domethënë mund t'i shkruani Rejt, edhe unë të video do e ripostoj në YouTube, kështu që aty poshtë domethënë do i vendos edhe linkat e po. tu që i ke vendos këtu, kështu që mund t'i shkruani Rejt pa problem edhe ju ndihmon, kështu që e vlerësoj maksimum këtë pjesë që do e ndash me ne këtë analizë edhe më ju ndihmu qerve se si me u përmisu në këtë lloj pjese. Edhe ty të falenderoj shumë për këtë që po bën për komunitetin, si më thon, se është shumë e rëndësishme për ne që nuk është se jemi shumë famshëm, nuk jemi të famshëm domethënë, por që të jemi pjesë, të japim vlerë domethënë, për edhe ata që kanë dëshirë që t'ja fillojnë kësaj rrugë te pjesa e digital marketing domethënë, është shumë e rëndësishme që bëjmë sa më shumë si këto meetupsat. Fiks, kjo është edhe qëllimi që ne, me potencialin që na i ka dhënë Zoti edhe me mundësi që i kemi, pse mos e shfrytëzojmë edhe pse mos mësojmë për njëri tjetrit, edhe këtë ta bëjmë si një punë freelance. Mos Po, kushtohesh ti të shkosh patjetër tek puna edhe të punosh. Mirë, po mund ta bësh edhe prej shtëpi, prej banesë, po, kudo që të shkosh mund marrësh klienta, mund marrësh klienta privat që fitosh të ardhura shtesë, por edhe mund ta bësh si punë bazë, nëse normal je i aftë dhe merr klienta të mëdhenj në që kanë vërtet. buxhet më të mirë. Kështu që kjo është ajo që ne do të ta ndihmojmë njëri tjetrin, edhe ti dërgojmë njëri tjetrit klienta, edhe me u bashku që normal me na i lehtësu secili neve njëri tjetrit edhe punën, po edhe mundësinë e buxhetit e kështu me radhë. Kështu që këto janë takimet që unë do vazhdoj t'i bëj, edhe do mundohem maksimum normal që me ju ndihmu komunitetit edhe bashkarisht me arrit sa më shumë klienta, po edhe qëllime tjera që i kena. Okej, në rregull, nëse nuk ka diçka, ndonjë pyetje për Rein, unë do kisha vazhdu ta bëj çështë pjesën time për SEO. Këtu në takim e kam edhe Faton Krasniqin, është një koleg i im që ka qenë herën e fundit në takim që kena diskutuar për çështjen e WordPressit. Fatoni është një WordPress developer, është i fokusuar në page builderin Brix. Unë jam në Elementor, ndërsa Fatoni është në Brix, kështu që jemi kundërshtar të njëri tjetrit, se kush është page builderi më i mirë. Fatoni thotë që është Brixi, ndërsa unë them Elementori. Mirë, po secila i ka ato të mirat edhe mangësitë e veta. Unë pasi ta mbaroj këtë pjesë, do ja jap fjalën Fatonit një 10 minuta
me na fol edhe me nda diçka me neve për sa i përket pjesës së Brixit të WordPressit. Kështu që edhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme sepse te grupi që kena në WhatsApp e kena modulin e WordPress, kështu që kjo pjesë dhe e mirë edhe për juve. Andaj unë tash do e bëj këtë pjesën e SEO-s, edhe pastaj do japim edhe fjalën edhe Patonit, edhe pastaj do bëjmë një diskutim përbashkët me njëri tjetrin edhe ku janë sfidat që ne si trinj kemi probleme me u shfaq në treg. Unë do e bëj tash një share, kështu që rej nëse ke mundësi me e bo stop sharing. Ok, super. Unë tash do e bëj një share screen. Ok, super. Tash, ajo që e kom zgjedh sonte ta flas me juve ta ndaj, që për herë parë ndaj këtë pjesë, nuk është që e kom shfaq këtë pjesë, mirë po këto, normal, si benefit do i kenë edhe ato student që paraprakisht e kanë blejë trajnimin, mirë po këtë do e posë edhe falas në grup, të link po edhe do e spjegoj se çfarë është. Kjo është SEO onboarding, dhe më thënë, kur ke ti një klient, edhe çka do të bësh hapat e parë me atë klient. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse në fillimet e para nuk janë të mira, nuk i bën si duhet, do shta pastaj do më thënë do ngatrohen punët edhe nuk do arrish qëllimin ose nuk do e kuptosh klientin se çfarë kërkon. Andaj kjo është shumë pjesë e rëndësishme në fillimet e para kur do ke një klient në SEO. Andaj kjo është një Google Sheet se me 3 kolona edhe me disa reshta që çka duhet bësh për herë parë me klientin. Në moment kur vjen një klient edhe më thot Ilir, kam nevojë për SEO, dëshiroj të bëj bashkëpunim. Edhe unë i them, ok, kjo është oferta ime, e pranon ofertën. Pas si e pranon ofertën, çka tu qe? Ajo që do të bëjmë çka tu qe, ja pra është kjo para jush. Ja dërgoni këtë linkun, për shembull këtë e bëni si copy, tek make a copy, e bëni një copy e ja dërgoni domethënë klientit. Edhe këto me ngjyrë, shihni këto ngjyrën e kuqe, këto me ngjyrë i mbush ti si SEO specialist, ndërsa këtë me gjelbërt e mbush klienti. Edhe do ja shkruash për shembull klienti, mbushesh shqip ose si do ja shkruash, të ndërsa këto me të kuqe do i mbushim ne. E tash çka janë këta? Si fillim është business overview, domethënë pamja e parë e biznesit. Pyetjet që do t'ja bësh ti, ja ke këtu pyetjet, edhe i thua përgjigji më këtu. Edhe ai do lexoni pyetjen dhe te i thua përshkruma biznesin tënd edhe historinë e biznesit. Edhe ai do hi edhe do shkruan këtu. Për shembull, biznesi im është për kompani që mirret me shitjen e produkteve, për shembull, shitjen e produkteve bio, që janë për shembull të normal gjëra çfarë ka, edhe e kena hapë në vitin 2015, kena ka shitje, kena këtë lloj produktesh, edhe ai ta shkruan, ta bën një përshkrim të biznesit, edhe ti i thua listomi tash produktet më të mira ose shërbimet më të mira që i ke, ose shitjet më të mira, ose biznesin tënd kush e bën më të rëndësishëm, ku e ke fokusin. Edhe këtu do të thënë automatikisht ai e shkruaj që ok, nëse unë merrem me digital agency, nëse bëj unë shërbime online, unë them këtu që fokusin më shumë e kam në SEO, sepse këtu jam më specializuar. Për shembull, nëse dikush shet produkte bio, shet për shembull ato ilaçet për fytyrë, për flok, ose vajra të ndryshëm, e nëse ti thua që listomi 5 produktet më të mira që i ke, edhe ai thot i kam këto. Ose për shembull nëse ke një biznes që shet parfuma, edhe ti i thua listomi top 5 parfuma që shiten më shumë. Edhe ai ta përmend për shembull parfumin Tom Ford, Stronger with You, ose çfarë ka Hugo Boss ose Louis Vuitton Imagination e kështu me radhë. Edhe ti i merr ato 5 listë produkte, edhe ati e ke fokusin më shumë që ti bësh SEO e kështu me radhë. Tu e merr ti komplet atë idenë se çka dëshiron klienti. Jo vetëm e merr klientin edhe nis të bësh punë. Domethënë nuk mund të bësh punë ti pa mos e kuptuar fikse çka dëshiron klienti. Pas kësaj
ja bën pyetje të tjera, domethënë. Nëse ka ai website, e pyet se cili është trafiku jot për momentin. Domethënë, cilat janë keyword-at që ti dëshiron të fokusohesh më shumë. Për shembull, nëse ti je në Tiranë, i thua për shembull parfume në Tiranë, një keyword, ose nëse je në Shqipëri, në Kosovë, Prishtinë, ku do, Maqedoni që jam unë, ose pa marrë parasysh kudo që je, nëse ke një dyqan me parfuma, edhe je i pozicionuar në Tiranë, edhe ti do tash të bësh lokal SEO, sepse ajo quhet vetëm për qytetin. Edhe ti për shembull fokusohesh te keywordat, për shembull parfums near me, ose parfuma afër meje, edhe fokusohesh për shembull ë me këto keyword-a, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Kështu që këto do më thonë e keni patjetër që bëni klient. Edhe i thua nëse ka ve faqe online ekzistuese, i thu tregomi do më thonë nëse i ke ndonjë faqe që ka shumë trafik e kështu me radhë. Pastaj këto pjesë të tjera me të kuqe, do më thonë janë pjesë që ne do i bëjmë. Nëse ai ka web faqe, çka bëjmë? Ja marrim web faqen edhe ne i bëjmë do më thonë një SEO audit. Unë këtu do më thonë i kam bëu linkat, kur e klikon këtë, të shfaqet një link. E shikoni? E këto linkat do më thonë ju do i lexoni. Këtë do më thonë do ja bëj më qartë juve se çka janë këta. E tash pastaj e bën ti ja shikon me faqen edhe e bën ti një strategji tënde. Edhe e vendos tu. Për shembull unë ja shikoj rate ve faqen edhe i them rej, do më thonë, për momenti ke shumë gabime, këto e ke gabim, do ta përmirësojmë e kështu me radhë, edhe ja liston këtu. Edhe i bën gjitha këta. Pas i amrin, do më thënë të gjitha, edhe ti jetash, do më thënë, me informacione të gatshme të klientit. Pas i merr të informacione, ti i gatshëm tash me fillu ta bësh krijimin e strategjisë. Pas i e bën, do më thënë, këtë, ti, do më thënë, fillon direkt me ekzekutim. Do më thënë, qëllimi është që ne të marrim, të thithim sa më shumë informacione të klientit. Se në moment kur ne e klikojmë e kuptojmë klientin, çfarë nevojash ka, edhe ku dëshiron të arrijë, për neve është shumë më lehtë pastaj ta bëjmë SEO. Sepse nëse vjen tash Omeri edhe thot që unë du të bëj SEO për web faqen time në Google, mirë po thjesht i thua, ok, ku dëshiron të arrish, ai të thot thjesht du të bëj SEO, edhe ti ai as nuk jep detajet shumëta, as ti nuk din çfarë ti bësh. Mirë po nëse vjen për shembull Omeri edhe thot kam një biznes që shes parfuma, edhe dëshiroj të fokusohem në Shkup, Prishtinë dhe Tiranë, parfumat i kam me këto çmime, fokusin e kam tek parfumat vajor, këtë, edhe ai 50% punës ta ka lecu. Edhe ti tash, kur nis të punosh, ti e din ku e ke fokusin. Sepse nëse ti nuk din çfarë dëshiron klienti, ti mund të bësh gjëra që klientit as nuk i hin punë, nuk i hin. E kështu me radhë. Andaj domethënë ky është një prej templatave shumë të rëndësishëm sa i përket pjesës së klientit edhe bashkëpunimit me klienta. Kështu që ju që do e ndiqni trajnimin tim që jam të e postu në YouTube falas, kjo është trajnimi për herë të parë në gjuhën shqipe që postohet falas, kështu që këtë edhe pse më kushton më shumë kohë, mirë, po këtë thjesht e bëj vetëm që t'ju ndihmoj njerëzve për komunitetin edhe për me u zhvillu gjithë ne bashkarisht. Ky trajnim që do e postoj në YouTube do jetë shumë trajnim i gjatë, edhe nuk do ketë detaj që nuk do e cek edhe nuk do e shpjegoj. Andaj kur do i dëgjoni disa video do ju vjen shumë qarta këto çfarë jam tu i shpjegu tash. Andaj këtë dokument unë do ja dërgoj te grupi në WhatsApp, edhe në Discord, edhe ku do e postoj edhe në YouTube, do e vendos tek description, edhe ju mund ta merrni këtë, ta bëni një kopje, edhe ta keni për vetvetet tuaja. Andaj mendoj që në të ardhmen, fokusin ta keni në digital marketing. Digital marketingu, mendoj unë, për mendimin tim, është vetmja lloj mënyre që AI s'mund na zavancone. Mendoj unë, sepse AI neve mund të na lehtësoni punën, mirë po SEO, AI nuk mund të zavancone edhe digital marketing kur. Sepse në digital marketing, qëllimi është kryesor, është ideja, pjesa e koncept, pjesa e strategjisë. Andaj dhe më thënë, pjesë të mjetëve ne mund kemi sa dua. Rrjetet sociale, sot është Instagrami, nesër mund dalë një rrjet social tjetër që do zavancon Instagramin, mirë po ti se si e bën biznesin, se si
e bën strategjinë që ta marrësh klientin, kjo është diçka që njeriu e bën me mendjen e ty, me mendjen e tij. E nuk mund neve e vije inteligjenca artificiale na i marrë këtë pjesë. Kështu që mendoj që ta gërshetimi i rrjeteve sociale, i SEOs, edhe i vefaqës, një vefaqë ta bësh me WordPress, një SEO t'ja bësh vefaqës, pastaj rrjetet sociale ti përdorish që ta çysh trafikun, ta çysh për rrjetet sociale, ta çysh në vefaqe që të blejnë, mendoj se është kombinimi i dur edhe perfekt për një biznes ose që të punoni edhe me klienta. Ë Disa gjëra tjera do i flas pastaj që mos e përzi pjesën e SEO sa është kjo pjesë këtu. ë Nëse keni diçka pyetje në lidhje me këtë lloj që ku më zgjedh unë sonte, sa i përket pjesës së SEO onboarding, client onboarding. Okej. Atëherë, nëse ju nuk pyetni, ë unë do ju pyes pastaj juve, ndërsa tash ja e lej kohën Fatonit, një tash së dis për sa kohë do e shpjegona një pjesë, një veçori të Brixit, edhe pse ka bërë një meetup para prak, kështu që mund qeni në YouTube ta shikoni. Mirë po ka një të re në Brix, kështu që Fatoni dëshiron ta ndahet shpejt e shpejt me neve, kështu që Faton lirisht ta jap fjalën edhe kohën. Mirë mbroma, Ilir, mirë mbroma të gjithëve. Apo dëgjona Ilir, lutem? Po, po Faton, do të thënë je në rregull. Faleminderit shumë. Apo shikohet Ilir, sheri? Nuk po dëgjoj Ilir, lutem ço mikrofonin. Po, do të thënë je në rregull je. Okej. Pjesa e BRICS, pjesa e BRICS-it në pjesën e 2.2 ka sjell veçori jashtëzakonisht mira në pjesën e style managerit. Kush dëshironi ma gjithësisht me hi, mundeni me lexu. Pjesa e style managerit është komplet se si e menaxhon pjesën e kolor, domethënë ngjyrave, tipografisë edhe ngjyrën e hapësirave apo spacing. Gjithashtu ka edhe pjesën tjetër ku mundesh me vendos custom CSS-in nga ndonjë projekt ose për shembull bos strap me marr komplet edhe me vendos. Në pika të shkurtra unë përshpjegoj çka saktë është, ju mundi me po pjesën ma gjithësisht tek pjesa këtu që ka BRICS-i, tek changelog, do më thonë shkoni tek pjesa e changelog edhe keni pjesën këtu. Tek pjesa ku mundi me po këtë pjesën e style managerit, apo mundi faqe. Këtë rast më fal pak i lirë, lutem. Po, pa problem. Më falni, në pjesën si me u qasë në pjesën e style managerit, veç shkoni tek ta krijoni një faqe, tek faqja Home Edit with Bricks. E kemi këtë pjesën këtu style. Klikojmë këtu, e kemi komplet këtë pjesë. Shikoni këtu ku i kam bërë dy spacing edhe topografi, që në tash po i fshi këtu. Kemi kriju nga fillimi.
Gjithashtu edhe pjesën e kolor. Fillimisht e kemi pjesën colors, varësisht çfarë ngjyra kemi në projekt, ato i morëm e implementojmë. Këtë rast e kemi këtu një create color palette. Këtu e vendosim një me çfarë do, për shembull. Edhe këtë pjesën këtu e vendosimi një emën të ngjyrave, për shembull primare. Pjesën këtu e kemi, nëse e kemi kodin gatshëm nga projekti Figma, për shembull, ose diçka ngjashëm, e morëm veç e bëjmë paste, edhe kemi mundësi me vazhdu. Po morëm këtu një, po supozojmë këtu e kemi një. E kemi mundësin me HSL, e kemi këtu mundemi me ndru. Nëse kemi në hex e morëm numrin, gjithmonë e morëm shifrën decimale, heksadecimale nga projekti në Figma që e kemi. Dhe e vendosim. Këtë rast po e lë kështu, që po marr pak më. Edhe kemi e bëjmë add color. Në pjesën këtu na shfaqen këtu elemente tjera. E kemi në pjesën e dark mode, nëse dojmë me pas pjesën e dark dhe light mode. E kemi pjesën e light shades. Këtu kemi 10, na mundemi sa du mi lë 4 për shembull. Nëse na vjen mi pa ngjyrat, kur një background nuk e ka ngjyrën sakt primare, po ka një ngjyrë më të qeltë se primarja. Kemi mundësinë në këtu me ndryshu. Nëse kjo saktë nuk është një që për na vjen një projekt, kemi një pjesë, një section ose një blok ku e kemi mbrapa vin backgroundin, e kemi me një ngjyrë pak më ndryshe, kemi mundësinë këtu me editu. Se cëllën nga këto muj me editu. E kemi edhe pjesën dark shades. Edhe këtu i vendosim 4, 10 për shembull, sado që neve na nevojitet në projekt. E kemi edhe këtu mundemi me ndryshu. Gjithashtu e kemi edhe pjesën transparent. Edhe këtu po i baj 4, që kemi mundësi edhe bëjmë komplet. I kemi edhe utility class. Për shembull, nëse morëm background color, na krijohet një klasë me BG Viz background, ku në varësisht prej kësaj, ne mundemi direkt me klasë me qas. Nëse kemi për tekste, për shembull, në projekt e kemi, e bëjmë këtë klasë, veç e bëjmë pik text viz primare, automatikisht ai tekst e merr ngjyrën primare që kemi. Kemi pjesën e border, nëse dojmë me marr pjesës primare, outline, fill apo stock. Çon po i lë këto dyja, edhe po krijoj këtu të ngjyra. Kjo është pjesa e ngjyra, unë e krijoj vetëm një ngjyrë, mundi me kriju sa do ngjyra që dëshironi. Kjo është pjesa e ngjyra. Për shembull, e kemi pjesën tjetër që nëse dona me shtu prapë që ku kemi krijet dytën për shembull, po bëjmë prapë. Për shembull, ku kemi maj projekt color, nëse doni edhe një emën ekstra me kriju me ngjyra, sikur që krijuava primari, edhe këtë kemi mundësi. Kjo pjesa këtu, nëse dojmë me shtu prapë një ngjyrë 3, që ku kemi këtu, veç e bëjmë për shembull ngjyrën si tjetër, për shembull dark. Edhe vendos një pjesën dark. Edhe vazhdon, për shembull me këtë ngjyrë. Kjo pjesa shkurt, nësaj përket pjesën ngjyra, kush dëshiron me testu dhe ka nevojë për një licencë të Brix, se Brixi është theme dhe është gjitha janë premium, dhe me thonë nuk ka verzion free, por nëse dikush dëshiron me testu, lirisht mundet me më shkru në këtë email, edhe unë mundem me aktivizu një licencë që me testu. Ky është website-i im, nëse dikuna i duhet më kontaktu,
pa problem. Pjesa tjetër që ka shumë e rëndësishme është topografia. Këto mundemi me kriju një topografi, e krijojmë edhe kemi mundësinë që e zgjedhëm masion tekst, e kemi tekst, automatikisht Brixi, sistemi na jep tekst, e zgjedhëm çfarë llojit këtë mbrapa vizë, për shembull S, M, 2XL, e këtu e kemi varësisht scale type, e kemi këtu mundem, mund me numerik, mund custom, na apelojmë fillimisht kështu. Baseline step e kemi M-in, gjithashtu i thojmë këtu në mobile e kemi 16 piksela, ndërsa në desktop e kemi 20 piksela. Edhe po i thojmë generate variables, automatikisht janë gjeneru, nëse shkojmë tek pjesa e variabla, këtu, e shohim që my topografi janë kriju 7 dhe ja shihen 7. Këtu, nëse dojmë një topografi custom me kriju, për shembull, dojmë me kriju një custom këtu, s'dojmë kështu, po dojmë për shembull H1. Custom ose për mbojmë numër, që do me bëjmë H1, H2, H3 deri në H6, të vishë bëjmë H, automatikisht na krijohen për paragrafat. Dhe e cakton tu sa pa do, nëse du me lënë në telefon 20 piksela, ndërsa në desktop 28, automatikisht na krijohen këtu. Por e ka që po krijoj, generate variables. Gjithashtu shka ka një diçka të mirë Brixi në këtë verzion, e ka edhe pjesën kur dojmë manualisht me i vendos. Nëse e bëjmë manualisht, që këtu po e bëjmë H, edhe e bëjmë për shembull manualisht, i dhojmë vlerat për shembull minimal për tablet edhe për desktop. Dhe i bëjmë këtu vlerat në mënyrë manuale, i vendosim edhe automatikisht i krijon variable. Domethënë nuk i përdorim këto type scaling rate, edhe Brixi e mundson. Nëse i shohim te variablat, e kemi pjesën e my topografi, na tash po i krijojmë një për pjesën e H, dhe ja ku janë vlerat, i bëjmë 20-28, generate variable, janë kriju 7. Nëse shkojmë te variablat, e shohim ta shoh një reload shpejt. Nuk na ka ru, nuk e di pse. Që tash po i krijoj. Tash e ka lancu versionin e fundit, i ka edhe disa përmirësime Brixi. Që po i gjeneroj. Se bëjmë save. Ja ku i kemi. Se bëjmë një reload. Ja, variablat. I kemi kriju. Tash nëse shkojmë tek pjesa edhe herë topografi, kemi tek pjesa my variable, e kemi nëse dona me shtu utility classes, e kemi mundësim këtu me shtu, edhe veç e vendosim cëllën variabel me korrespondume me kriju klasë. Çka po bëjmë ne po shkojmë pe testojmë, saks shka na përdor, për shka përdorim këtë pjesë,
përshtoj një section, brenda këtij section, briksi zakonisht e ka pjesën section, brenda section e krijon një container, brenda këtij tani vendosin elemente tjera. Nëse vendosin një heading, heading, unë po i vendosi disa, ose realisht për tekst. Që basic text. Te kjo, briksi e ka shumë pjesën e... Nëse shkojmë tek topografi, e kemi pjesën e font size. Këtu, për shembull, nëse e bëjmë textel, ja ku na shfaqet pjesa e variablave që ne i kriju më herët. Textel, nëse e bëjmë për shembull m, e shohim, kjo pjesa këtu na shfaq, ja ku i kemi my topografi, e shfaqen 7, për shembull 2XL, XL, L, M, do të thonë këtu janë pjesën edhe automatikisht në varësisht se çfarë mallësie ka ekrani, këtu zvoglohen ose rriten mallësia e tekstit. Këtë pjesën e ka shumë mirë, këtë pjesën e klasave e ka dhe briksi e ka qysh nga fillimi e ka pjesën e klasave këtu, që elementori është tash në versionin 4 tu mundu me bë diçka të ngjashme. Nëse e krijojmë një klasë, për shembull text M. Kjo text M, po vendosim për shembull një text M, edhe një variabel, po krijojmë një klasë tjetër, 2XL, po përdori me dy viza, që unë zakonisht në projektet e mia përdori BEM metodologjin, që i bjen pjesa blokut. BEM është bloku, elementet edhe modify. Blok, element, modify. Bloku është kjo për shembull bloku, elementi është kjo, ndërsa nëse do më bëni ndryshim diçka brenda elementit, është me modify. Qysh shënohet kjo për fillestarët që janë në pjesën e WordPressit dhe CSS-it, është për shembull BEM është pjesa e klasës që emërohet për blok, për elemente është me dy viza poshtë, element, edhe ndërsa për modify i kemi dy viza kështu. Nëse doni dikush me ime lexu, mundi me lexu për metodologjin BEM. Unë i krijova dy klasa. Dy klasa, në klasën 2XL, po vendosi për shembull një klasë tjetër. Përbëj 2XL. Tash i shtova edhe një tekst tjetër, në të dy tekstet unë pi largoj klasat. Tash në këtë tekstin e parë këtu, unë po përdori klasën që e krijova me 2XL. Ja këtë. Edhe automatikisht e merr pjesën 2XL. Në këtë pjesën poshtë po përdori klasën me M që e përdora. Tash nëse në krejt projektin i kemi për supozoj 100 tekste, që kanë disa tekste kanë mallësinë me M, disa tekste kanë mallësinë me 2XL. Tash nëse na vjen neve me ndryshu që pjesën e emit, shkojmë tek variablat, tek pjesa topografi, edhe shka po bajune, s'po baj mo 16, po në projekt është ndrruar mo që për mobile është 20, ndërsa për në desktop është që 28. Edhe po bëj save. Automatikisht kur shkojmë në këtu, e dim që kanë më nau ndryshu. Kjo tash e merr vlerën e 2XL-it, ndërsa kjo e merr pjesën e emrit circle. Nëse shkojmë në brapa e shohim. Shohim se kjo e ka në pjesën e 2XL.
Shka shohimi këtu, e kemi 3.83 edhe 4.74. Do më thonë, kjo është pjesa që ndryshohet. Nëse shkojmë tek pjesa e emit, e shohimi këtu janë variablat që na krijuan. Me edhe niset. I gjeneroj variablat, po më thëtë që ato variabla që ka janë me qëto emra ekzistus, i fshin dhe i zamencon me trejat. Unë e bëj OK. Dhe ja ku i ndryshoj automatikisht. Supozoni që i kemi 100 tekste, disa tekste e kanë matësin me em, disa kanë me 2 Excel, edhe vjen një kërkesë nga klienti, thotë ka mundësi që 16 pikselën me marrit 20 piksel, të shëritane. Edhe këtë automatikisht pjesë tjera ndryshohen, edhe ti shkon tek pjesa e style managerit, edhe vendos 20 piksela, 28 ja ban generate variable, edhe në të 100 tekste që janë këtë projektin, automatikisht punë sekondash ndryshohet e gjithë. Këtë pjesë diçka është të tentu edhe elementori, po elementori me krahasu me Brex është shumë larg në pjesën e implementimit të variablave edhe klasave. E njëjta procedurë është edhe për spacing, hapësirat, për shembull mes elementeve dhe mes bloqeve. Nëse shkojmë këtu, kemi tek spacing, do me kriju një my spacing, e krijojmë, e kemi të njëjtin, e caktojmë sa kemi masinë në desktop edhe sa kemi në mobile. Create variable, i krijova variablat. Çka do me thonë me këto? Tash ai kam 2 për shembull tekste. Unë pa du se kjo hapësira mes tyre, me ka për shembull një hapësirë caktuar. Nëse shkoj këtu, për shembull që po krijoj një klasë, për shembull L. Po caktoj një klasë që hapësira me ka mes tyne, realisht në çit space 2 vija L, jam të përdor utility class, që mund të me përdor në çdo vend që unë dëshiroj me përdor. Nëse shkoj këtë pjesën tu, shkoj kjo është flex, e shohimi që është row gap edhe row column gap, e kemi këtu, kemi pjesën e spacing, edhe unë po përdori L, shef? Nëse përdori diçka më të vogël, nëse përdori diçka më të madhe, automatikisht ndrohet. Po përdori L, tash supozoj nëse i ki një 20 ose 30 bloqe në për projekt, edhe klienti thet, a di çka? Në hapësirën mes rreshtave, mos ma le kaq të vogël, po rrite. Automatikisht ti çka shkon që tellën, këtu e ndryshon te style manageri. Qysh e ndryshon? Ti e ndryshon emrin, bos tami ndryshon tani edhe pjesë tjetër. Domethënë 1.25 llogaritet për 16. Domethënë 16 që herë 1.25, ndërsa 20 që llogaritet për 1.33. Nëse dojmë custom, na tham këtu muna me bë custom. Këtu janë disa që të pjesën, kjo pjesa këtu është një plugin që tash jam të përdor, është shumë e mirë se e gjum këtu HTML-ën, shikoni, na bëntëm këtu bloqet, automatikisht këtu e ban pjesën e bloqeve dhe pjesa e CSS-it. Çka është e mirë aje që ti plugini, është që nëse për shembull në ChatGPT e krijon strukturë me HTML dhe me CSS, automatikisht e merr copy paste në pjesën e HTML-it, edhe pjesën e CSS-it, automatikisht kur e gjun HTML-ën, ky plugin ka mundëson që me kriju këtë pjesën e bloqeve në Brex. Është shumë i mirë, jam të e testu. Ama pjesa kryesore që çdo projekt kërkohet është pjesa e variablave edhe klasave. Se përdoret shumë nëse ki shumë content. Mas me shku për shembull për një tekst, për një madhësi tekstit, me shku në çdo faqe, nëse keni një faqe që zakonisht i lirë krijoni ju çka bani SEO, krijoni shumë pejza, nëse keni një pejza dhe do më ndryshu
në çdo page një titull ose një tekst, do të më shku manualisht çdo kënd më ndryshu. Çka bëhet kjo? Shkon vetëm në vend në Style Manager ndryshon, automatikisht në krejt projektin ndryshuar. Nëse keni pyetje, punoni. Ndoshta shkova pak shpejt, po për shkak të kohës. Shumë faleminderit Faton që tregove me ne këtë pjesë, kështu që përgatitu për një meetup të radhës, flasish pak më në detaje sepse tash koha ka qenë e limituar, po edhe se kishim pas plan këtë pjesë, andaj ne diskutuam veç mas unë dhe ti, kështu që do të qap një hapësirë, do të diskutojmë së shpejti sa të lansohet edhe versioni 4 i Elementarit, edhe do bëjmë një meetup Elementarit edhe Brixit që do të diskutojmë pak më thellësisht të pjesë që do të bëjmë një meetup special, edhe do të qap hapësirë shumë më të madhe për me diskutuar. E kom përcjell pak edhe versionin 4 të Elementarit që është alo ende në beta version, ende duke testu, e kom po që Elementori ka fillu mi kriju disa elemente që përputhen me këtë pjesën e variabla. Gjësi është pak ende larg Brixit, në këtë pjesën anej, gjithashtu edhe në për metape tjera kom cek që njëna prej arsye pse Brixi është më favorit ndaj Elementorit është që Brixi nuk krijon shumë kod mbrapa HTML sa krijon Elementori. Për shembull ne e shohimi këtu fillestarëve, nëse tash dikush ka fillu me WordPress, nëse e kemi një section, një container edhe 2 basic teksta brenda, ne mundemi mi pa sakt që ky është një section, është kriju ky containeri brenda edhe dy tekste. Si që një të evrejt të pëshe këto tekstet i ka shti një div. Një div. Këtu është e tepër se s'ka nevojë. Çka bëjmë ne? Shkojmë tek pjesa e basic text, e kemi këtu HTML tagën, që bëjmë paragraf. Edhe këtë pjesën e bëjmë paragraf. Automatikisht e kemi pjesën e një section, një container edhe 2 paragrafa brenda. Sikur me shku HTML-in sakt në custom, do më thonë pa përdor page builder. Ndërsa Elementori krijon blok, brenda blokut blok derisa e vendos elementin çka Këtë pjesë Brixi normal e ka shumë të avancuar edhe është prej page builderave më të mirë për developera, po edhe për vefaqe shumë më të mëdha. Kështu që Elementori normal është për fillestar, po edhe për ata të cilët domethënë janë web designera e nuk janë specifikuar vetëm në vefaqe. Faton, të falenderoj shumë për këtë shpjegim, kështu që përgatitu të ardhma për një meetup tjetër. Pastaj do e diskutojmë edhe më thellësisht duke na bërë një homepage komplet prej zero. Faleminderit shumë. Deri tani Brixi nuk e ka pas këtë pjesën e Style Managerit. Në këtë do të thonë mi kriju kështu edhe color paletat, edhe pjesën e topografisë edhe spacing. Në versionin 2.2 e ka bon komplet krejt këtë pjesë. Para se me ardhë versionin 2.2 ne kom përdor një plugin Core from Work, ku i njëjti mundet mu përdor edhe në pjesën e kom testu pak edhe në Elementor, viç duhet pak do tips me kriju. Kë mundet një dikush që është free në vetëm se nëse ke shumë kohë për me marr, ta lejmë për një meetup tjetër se kisha pas dëshirë. Të tregoj. Ky është një plugin, është free në pjesën e Gutenberg, por ka edhe pjesën free, se mundesh me kriju komplet këtu, e qenë një llogari. Për fillestar mund me përdorë në pjesën e Elementorit, po tregoj Ilir që mundesh me përdorë në Elementor në versionin 4 ku të vija më vonë.
kur from work e ka mundësinë që e krijon një komplet një projektu edhe vise merr copy paste CSS-in me variabla me tjera edhe vendos atje, pastaj variablat i përdor edhe në Elementor. Okej, super. Kjo është Faleminderit. nice. Faleminderit edhe ti, Faton. Unë kisha pas dëshirë tash që mos bëhet edhe shumë gjatë që dukush ndoshta ka punë, mirë po kisha pas dëshirë për ne që kemi mbet këtu. Rej foli për rrjetet sociale dhe unë fola për SEO, Fatoni pak për Brix, mirë po kisha pas dëshirë për juve, Omerin e di që e njoh, paraprakisht ka qenë në trajnimet që i kam bërë për WordPress edhe e njoh kështu që di që Omeri është me WordPress punon edhe është full stack developer, është i ri, sa ka nis, kisha pas dëshirë juve tjerëve me ju njoft, a punon dikush për juve me rrjetet sociale, apo me SEO, apo gjithë jeni fillestar. Edhe nëse ka mundësi dikush të mund prezantohet, kështu që lirisht mund të diskutojmë edhe si mund me ju ndihmu. Mendoj që ndoshta nuk e kanë edhe hapësirën e dur për të diskutu. Çfarë jo nuk jo marrë në Xhimie Miftari, është pjesë e grupit në WhatsApp, jo nuk jam marrë asnjëherë me këtë punë, sot është hera parë që jam kyç. Okej, në Xhimie, a punon diçka apo je komplet fillestare edhe për SEO, edhe për rrjetet sociale, edhe për vefaqe? Jam vetëm sa kam marruar studimet që janë fillestare. Okej, në rregull. Je kohën e dur, momentet e dura dhe në periudhën më të mirë të mundshme që mund të nisësh në të lloj drejtimi. Kështu që mos lejo asgjë që me ta humb këtë pjesë. Andaj ndiqi të gjitha trajnimet që më të i bëu falas, edhe vazhdo fuqishëm në këtë drejtim. S'ka përse, më ka shkru s'ka përse kjo me numër 869 nëse mundësh të tregosh emrin edhe çka punon edhe Amir është për momentin me diçka. Tash do i pyes edhe Aleksia. Aleksia, unë jam 12 vjeç, jam marrë me rrjetet sociale dhe blog post 2010. Unë që 12 vjeç jam marrë me rrjetet sociale dhe blog post dhe blogspot, më falë se gatrova, 2010 dhe kam punuar remote për një gaming kompani si community manager and social media content creator. Super Aleksia, ti do të kishe fol diçka, mirë po nuk e kisha ditë që ke ka shumë eksperiencë. Tash Aleksia, si të duk kjo që foli Rej për rrjetet sociale, a ishte si duhet Rej edhe a është gjithçka në rregull sa i përket rrjeteve sociale që ne mi marr të këshilla? Përshëndetje, unë jam Aleksia, shumë faleminderit që lexove komentin tim. Të them të drejtën për Rejn, unë kam lindur edhe jam rritur në një shtet tjetër, edhe këtu ku jam, domethënë në Greqi, kemi social media të tjera që funksionojnë dhe bëjmë shitje më shumë se nga ato që përmendi Rej. Për shembull, Greku nuk bazohet shumë në LinkedIn. LinkedInin e ka shumë për rekrutimin e stafit, për prezantimin, marketimin, domethënë të biznesit të tyre deri aty, jo për të shitur produkte. Ndoshta kompani të mëdha që nuk janë business to consumer,
ndoshta që janë business to business, aty është çështje tjetër. Më pëlqeu shumë gjithë prezantimi. Dhe arsye që jam këtu sot është se te kompania ku po punoj tani, unë kam mbaruar edhe administrim turizmi edhe më kanë shfrytzuar këtë pëlqim që kam me rrjetet sociale dhe këtë nga që jam marrë që 12 vjeç edhe kam mësuar vetë shumica, kam qenë edhe influencer për një lloj. Edhe domethënë di se si funksionojnë gjitha këto, edhe faqet në Facebook, edhe në Instagram. TikTok është një pjesë e re që nuk jam marrë shumë, të them të drejtën. Edhe doja të dilja që te kompania ku jam tani duan të më shfrytëzojnë edhe të merrem edhe me website-in e tyre, të postoj produkte, të krijoj atë, formoj pak SEO se nuk ekziston fare te faqja dhe mendoj se keni një, domethënë, si do them, se u emocionova për këtë. Domethënë, shoh një të ardhme shumë të mirë nga ky kursi jot, Ilir. Duket se është shumë e formuar plotësisht, domethënë çdo kapitull ka atë që nevojitet, çdo gjë në kohën e vet, avash edhe kjo ishte gjëja që kërkoja më së shumti. Super. Gjenë mirë që ke benefite prej kursit edhe prej trajnimit që jam duke lansu, edhe sa i përket punës tënde që je duke bë si social media po edhe pjesën tjetër. Përuroj edhe inshallah ke sa më shumë suksese. Tash e ke edhe rejnë si ekspert në telemi, kështu që e keni edhe mundësinë që mu njoftu edhe me bashkëpunu në të ardhmen. Kështu që kjo është edhe pse i kom bë këto takime që të njoftohemi mes vete, edhe dalin bashkëpunimet, edhe tash normal me ju ndihmu njëri tjetrin. Kështu që rejna e kena këtu për rrjetet sociale, kështu që domethënë lirisht mund të bashkëpunoni me rejnë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe ti, Aleksia. Një koment tjetër, një mesazh tjetër, kam një faqe biznesi online, por jam fillestare. Jam në punë dhe kam shumë dëshirë për të mësuar gjëra të reja. Shumë mirë, domethënë më bëhet qefi që ke marrë një aksion. Aksioni i parë që është, domethënë, është të hapish diçka, ose të fillosh diçka. Kjo është piknisja e parë, edhe domethënë fillo edhe bë sa më shumë punë, edhe mëso sa më shumë. Tash, nëse mundesh ta shpjegosh pak më në detaje se çfarë biznesi online është dhe ku e ka hap, ndoshta mos vallë rej mund të të ndihmoni nëse është në rrjetet sociale. Okej, derisa ndoshta ta kthem në përgjigjen me shkrim, është edhe një këtu Zoom user, nëse kisha pas mundësi ta di se a punon diçka për momentin edhe a ke një uri në rrjetet sociale apo SEO. Okej, për momentin ndoshta nuk e ka mundësi për me fol, kështu që mund të shkruan një mesazh. Unë tash për fund kisha pas gjithë dëshirë edhe një herë me marrë ndonjë këshill prej rejt, edhe çka mund na jape për fund rej për rrjetet sociale, edhe ku të fokusohemi. Vetëm një moment rej se second hand, se e hapa me qëllimin për të mësuar vetë, se punën e përditshme e kam biznes fizik. Okej, e qartë. Kështu që, okej, super, domethënë mund domethënë ta hapish me qëllim që të mësosh sa më shumë, kështu që bëj eksperimente sa më shumë. Nëse ke nevojë për ndihmë në SEO, në faqe,
lirisht mund të më shënosh ku të duash, do të më ndihmoj, edhe lirisht nëse ke për rrjetet sociale, mund të shkruani Rejt pa problem që ai mund të japë këshilla falës. Rej, edhe një herë ta jap fjalën. Po, atëherë faleminderit edhe një herë. Vetëm diçka desha t'i shtoja, domethënë përgjigje Aleksios. Faleminderit për komentin. Unë më shumë e kisha te pjesa e LinkedInit që thej është e saktë që është business to business, po unë më shumë e kisha te pjesa e profesionistave, domethënë. Jo për biznese, domethënë që të shesin produkte, por tek pjesa e reklamimit të vetë profesionistave në LinkedIn. Po, Atëherë më edhe një kujto, herë, po, më fal. po Jo, vazhdo. doja thjesht të shtoja që në Greqi gjithashtu funksionon shumë edhe TikToku. Futen live edhe shesin produkte të ndryshme, Po, çanta, edhe kjo rroba, është. nuk e di çfarë. Po në Shqipëri nuk e kam hasur akoma. Në Shqipëri nuk Shej është, ndjek edhe andej. po. Tash kjo At, pjesa Rej e produkteve, edhe reklamave që i bëjnë, a mos prishet pak etika njerëzore, sepse shoh do reklama që janë, besoj se janë shumë të prume të lloj pjese. po, ka edhe përdorimi i imazheve dhe edhe videove që përdorin nuk është shumë etik Bëhet edhe në disa raste, një si farë domethënë. plagiature e madhe bëhet. Po, po. Përdorin shumë video nga biznese të tjera, edhe vetë më ka ndodhur për shkakun kam kriju content, kam kriju video, edhe kam marr videot që kam kriju unë, i kam përdorur për një biznes tjetër, domethënë, që nuk kisha lidhje unë me atë. Është një gjë që ndodh, domethënë. Edhe kjo është një këshill nga unë që kur krijoni video ose content, vendoseni gjithmonë një kështu logo ose domethënë video që tregon që është e juaja. Okay, social Do media. kena një koment tjetër. Atëherë, unë jam infermiere me profesion, kam kryer një trajnim rreth social media management në Learnia Albania, design grafik dhe digital marketing në Ads Academy, mirëpo ende nuk kam filluar të punoj. Besoj që nëse përfundon edhe ky trajnim do jetë një fillim i mbarë. Po, do me thënë, ti pas ke kry trajnime, goxha mira, edhe i pas ke përmbledh gjitha këto, pas ke kry trajnim për rrjetet sociale, për digital marketing, tash për SEO edhe për WordPress besoj, që ti ke besoj se ato pikat më kryesore që me janis, kështu që do me thënë është hapi kryesor që me janis mu fokusu dhe rrjetet sociale që me shfaq vetë vetën. Do me thënë, shumica e grave, do me thënë, mendoj se rrjetet sociale i kanë atë pjesën mendoj më të mirë që ndoshta mund të shesin produktet të tyre ose me shfaq atë talentin që me marr edhe punë çfarë kanë ato. Kështu që mendoj se është kohë e dur për me nis të pjesë edhe me u fokusu me gjithë klienta edhe me punu prej shtëpi, sepse zakonisht ne i dim që gratë, do me thënë, kanë punë qera që se kanë kohën me punu prej orarit në punë edhe me u fokusu vetëm në kompani, kështu që do të ketë edhe ndaj punë që me punu prej shtëpie, kjo është drejtimi jonë, është mënyra më e mirë që ne mund të punim part-time edhe ose me punu me klientat tonë, që mund të punim prej shtëpi edhe kryjm punë të shtëpisë edhe punojmë me klienta, kështu që mendoj se është periudha më e mirë që mund të nisim me rrjetet sociale, me SEO-n edhe me vetfaqe. Kështu që ju këshilloj sa më shumë, domethënë, me nisë në këtë pjesë. Edhe diçka që do shtoj është që do thënë duke referu komentit fundit, ideja është që për gjithë ata do thënë që duan të punojnë freelancer është shumë e rëndësishme promovimi i vetes. Qoftë në Instagram, në LinkedIn apo në TikTok, filloni bëni sa më shumë content, domethënë për veten, për shërbimet, është shumë e rëndësishme domethënë që të rriteni, edhe të gjeneroni klientë të rinj. Super. Rej, unë falenderoj përzemërsisht që ndajte këtë kohë edhe këto ideja edhe të dije që pate, vlerësoj shumë edhe gjithashtu i falenderoj shumë kolegët tonë se që të marrën pjesë edhe që janë studenta, mirë po unë s'du do me thënë mi nda, kështu që jena gjithë bashkarisht
kolej kina mes vete. Ju falenderoj shumë gjithve që morët pjesë e që ndam disa njohuri të vogla. E, sa i përket takimeve tjera, do kena takime rregullisht tash javore, ndoshta dielën do e mbajmë si ditë që ndoshta do i majmë standard. Për çdo lloj ndihme edhe çdo lloj punë tjetër, domethënë lirisht mund të na kontaktoni edhe mu edhe rejt, edhe ne jemi gatshëm që me ju këshillu edhe me ju ndihmu diçka falas. Dhe gjithashtu ju këshilloj që të një ndjek trajnimet që i bëjnë edhe i postoj falas, kryeni sa më shpejt, dhe nëse keni vështirësi, jam këtu për t'ju ndihmu, edhe ja u jap certifikatat pasi t'i kryeni, ju postoj në LinkedIn, ju ndihmoj, ju shpërndaj, që domethënë normal me ju dhënë një shtytje, e ndoshta me gjetë sa më shpejt ndonjë klient. Gjithashtu, një këshill fundit të rej për këto që i kanë qenë këtu me neve, me u fokusu për tek brendi i tyre edhe një motivim nga ti. Mbajt se nuk e dëgjova mirë. Edhe një përfundim nga ti, një fjalë motivi edhe diçka, një këshill fundit, edhe ta Po përfundojmë. atë këshilla është që filloni me çfarë keni, domethënë. Nuk është e rëndësishme që të kesh nuk është e rëndësishme që të kesh mjete profesionale, kamera profesionale. Ideja është që të fillosh edhe të jesh konsistent, domethënë çdo lloj fushë të jesh, SEO, social media, developer, çdo lloj gjëje që ka lidhje me digital marketing, koha është tani domethënë që të fillosh edhe të ndërtosh atë prezencën online, që është shumë e rëndësishme në ditët e sotme. Edhe punoni sa më fort, kjo është ideja. Eksakt. Kjo është ajo që e them edhe unë, domethënë me sinqeritet edhe me punë, domethënë pa lodhshme për me arrit qëllime normal mëdha. Kështu që fillim pak shumë punë, pastaj domethënë shumë shpërblim. Kështu që edhe e kena edhe ajetin kryesor, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi, kështu që besoj se fillim ka shumë vështirësi, po pastaj vjen një lehtësim që na i zbut zemrat edhe jena rahat për punë të tjera. Kështu që ju falenderoj edhe një herë përzemërsisht, kënaqësi që e mbajtëm këtë meetup, edhe shpresoj që të vazhdojmë përsëri. Kështu që ju falenderoj edhe një herë, edhe ju përshëndes edhe me bëfshi natën e mirë. Natën e mirë, shumë faleminderit.